shpenzimi më i mirë që bën burri është shpenzimi për familjen e tij, për bashkëshorten e tij, për fëmijët e tij. S'ka shpenzim më të mirë se sa ky. Ky është shpenzimi më i dashur te Allahu. Sepse nuk është sadakaja vetëm kur e japim jashtë, po dhe kur e japim në familje, në fëmijë. Pra për shembull, përse duhet kursejmë, ndërkohë që mund të rregulloj kushtet bashkëshortes time, ndërkohë që mund ta kënaq bashkëshorten për çfarë po kursej? Ku do të çoj këtë lek? Kështu që më mirë ta shpenzojmë familje tek fëmijët, edhe ta kem situatën le të themi në dorë dhe në kontroll, sesa duke i mbajtur lekët dhe pastaj domethënë ka pak kënaqësi, nuk plotësohen nevojat që mund të ketë. Për këtë arsye kemi edhe do ta mbyllim pjesën e parë, hadithin e bashkëshortës së Ebu Sufjanit, e cila vjen një ditë tek pejgamberi alayhis salatu selam dhe i thot: "O pejgamberi i Zotit", thot Ebu Sufjani ka dorën shumë shtrënguar. Pra nuk jep lek, ishte tipi i tillë